Fundoj kjo kismet. Cili do të jetë në varë forme qëndrimi e elitës demokratike? E kemi disa procese mjaft rëndësishme për vendin, marr parasysh që qysh në seancën e radhës në pas se do diskutohet për buxhetin. Si do të veprojë? Do të merr pjesë fillimisht në seancën e buxhetit lidhja demokratike dhe a do të votoj pro që të kaloj buxhetin? Ne do të bëjmë opozitë aty ku duhet me bëj opozitë, do të përkrahojmë çdo vendim që është mirë për jetën e qytetarëve. Teknikisht që e bën që shumicën e vendimeve ty në do të mi këndushtu sepse janë dëmshme, po aty ku nevojitet ndihma jonë, që është për të mirë të shtetit, për sovranitet, integritet, për gjëra të tilla normal që kemi me përkrah. Cillën do qeveri që bën punë të mirë për Kosovën do ta përkrahim. Nesër mbledhemi në mëngjes grupi parlamentar, vendosim për gjërat e më të tjeshme sepse është një ditë pak e gjatë. Kjo përsa. Mase këtu do të vendoset edhe për atë që propozoi sot Partia Demokratike që ka të bëj me gjykimin e Hag, procesin në Hag, një rezolut, a do ta përkrahni, a do ta votoni? Shohim nesër se do të vendosim sepse ende s'kemi bisedu, nuk sham ujtë me përgjithësat. Për fund, do këmuj pa të pyet, është diskutuar shumë çështja e presidentit. A ka vot Lidhja Demokratike për Vjosa Osmanin edhe për një mandat si presidente? Nuk e di sepse nuk është e propozuar, tash nuk më u përgjigj për diçka që nuk dihet. Propozuar në varë forme, ka treguar që do të jetë përsëri. Nuk i takon asaj me propozu, kur vjen propozimi ne përkrahim çdo kandidat i cili kemi një marrëveshje politike me partitë, nëse ka marrëveshje politike e përkrahim, nëse s'ka nuk e përkrahim. Nëse jo në tansi si grup parlamentar personalisht si Ermal, a ki vot për Vjosa Osmanin? Ja, unë nuk kam him politik me bo hero edhe me bo që unë kam him politik me një parti politike. Partia politike ka një grup parlamentar, është grupi parlamentar ma demokratik, ku diskutohet brenda ti, ku debatohet, ku ka kundërshtime, po në fund kemi me dalë si një grupi përbasht, me vendime edhe me veprimet përbashta. Parlamenti nuk është një vend ku ti me tregu hero, është grupet parlamentare, mbi cilat ku punohet, veprimet caktume. Të mbajta gjatë, po insistoj edhe për herë të fundit edhe një pyetje, është mjaft e rëndësishme edhe marrëveshjet ndërkombëtare, kryesisht plani i rritjes së Bashkimit Evropian, janë miliona euro që presin Kosovën ose miliona euro që janë të pezulluara. A jeni pro që të votojnë këto marrëveshje ndërkombëtare në mënyrë që Kosova të përfitojë 882 milionë euro që mbesin pezull tash në kohë? Çdo marrëveshje ndërkombëtare që për të mirë për Kosovën kemi me votuar, kemi me përkrahur, pak kemi me fuqizu. Këta e kanë lënë, e kanë shtivanin në sanksione, e kanë prish shumicën e po them ashtu bashkëpunimeve ndërkombëtare dhe kanë qenë të tmerrshëm diplomaci, kështu që duhet me ndihmuna që kjo me u rregullu me atë fuqi që e kemi, po që se këto marrëveshje janë të mira